Janë 670 aplikues në total që kanë shprehur interes për të përfshirë në paketën e maleve në territorin e Bashkisë Shkodër, një proces që synon nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore. Shifrat janë bërë publike nga drejtori i përgjithshëm i planifikimit dhe zhvillimit të territorit në Bashkinë Shkodër, Mikel Kopsaj, gjatë një interviste për mediat. Për sa i përket paketën e maleve në Bashkinë Shkodër, ka një interes të lartë në aplikime. Janë afërsisht 670 aplikues për paketën e maleve. Kjo kuptohet edhe në potencialin e jashtëzakonshëm që ka Bashkia Shkodër. Janë miratuar me VKM, hartat e para me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Theth në Lysa 274 aplikues dhe Ragam Sheldi 51 aplikues. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka dorëzuar dhe hartat e tjera me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Shal, Shosh, Pult dhe Posrrip. Edhe në këtë zona kemi një numër të lartë të interesuar për paketën e maleve, afërsisht 150 aplikime. Patjetër që ka asistencë nga Bashkia Shkodër në qendër, gjithashtu dhe në njësitë administrative, ku stafet e Bashkisë Shkodër me administrator, me kryepleq dhe të jenë në dispozicion të aplikuesve për plotësimin e dokumentacionit. Gjithashtu, gjaj rastin bëjnë një thirrje, përderisa aplikimet janë të hapura, ftoj qytetarë të aplikojnë në këto zona që ne i citum, domethënë në zonat e miratuara dhe në zonat që presin të miratohen, të bëjnë aplikimin. Asistenca e Bashkisë Shkodër është e gatshme kurdoherë. Duke marrë parasysh potencialin e lartë zhvillimor të territorit dhe interesin e shtuar nga përdorësuesit dhe investitorët, me vendim të Këshillit të Ministrave numër 714 datë 26 nëntor 2025, pas propozimit të Bashkisë Shkodër janë shpallur zonat e para prioritare për zhvillim. Sipas të dhënave të publikuara, zonat që kanë regjistruar numrin më të lartë të aplikimeve janë Theth ndër Lysa me 274 aplikime dhe Ragam Sheldi me 51 aplikime. Në vijim, Bashkia Shkodër ka hapur thirrjen publike për aplikuesit e interesuar, të cilët duhet të dorëzojnë dokumentacionin përkatës përmes portalit e-Albania, me qëllim nisjen e procedurës së njohjes si posjedues jo pronar. Sipas Bashkisë Shkodër, paketa e maleve do të krijojë mundësi konkrete për investime, duke ndikuar në zhvillimin ekonomik lokal, rritjen e turizmit malor dhe forcën e qëndrueshmërisë së zonave prioritare. Ndërkohë, duke marrë parasysh potencialin e lartë zhvillimor dhe interesin e shprehur edhe në zona të tjera, është dërguar kërkesë për shpathjen si zona prioritare edhe për fshatra të njësive administrative Shal, Pult, Shosh dhe Postrrib.